Si duhet të falim tasbih namazin? Tasbih namazi i ka 4 rekate dhe në secilin rekat lexohet surja El-Fatiha dhe një sure tjetër. Sipas dietarëve të mëdhëbit Hanefi, tasbih namazi falet rekati i parë. Fillimisht bëhet niyeti, vendosa apo e bëra niyet të fali tasbih namazin për hir të Allahu xhalleshanuhu, u ktheva ka kibla dhe marrim tekbirin fillestar duke thënë Allahu Akbar. Pasi të marrim tekbirin, lexojmë subhanën pa bismillah, pastaj 15 herë e themi këtë lutje: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allahu wallahu akbar. Pastaj lexojmë surën Fatiha dhe një sure, e më pas 10 herë lutjen Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allahu wallahu akbar. Më pas duke thënë Allahu akbar, shkojmë në ruku dhe themi 3 herë Subhana rabbiyal a'zim. Pastaj duke qenë në ruku themi 10 herë Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allahu wallahu akbar. Më pas duke thënë semi Allahu liman hamida, ngritemi nga rukuji dhe themi Rabbana walakal hamd. Pastaj duke qëndruar në këmbë themi 10 herë Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allahu wallahu akbar. Më pas duke thënë Allahu akbar, shkojmë në sejdë dhe themi 3 herë Subhana rabbiyal a'la. Pastaj duke qenë në sejdën e parë themi 10 herë Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allahu wallahu akbar. Më pas duke thënë Allahu akbar, ngritemi nga sejdëja e parë dhe themi 10 herë Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allahu wallahu akbar. Më pas duke thënë Allahu akbar, shkojmë në sejdën e dytë dhe themi 3 herë Subhana rabbiyal a'la. Pastaj duke qenë në sejdën e dytë themi përsëri 10 herë Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allahu wallahu akbar. Më pas fillojmë rekatin e dytë. Duke thënë Allahu akbar, ngritemi në rekatin e dytë dhe lexojmë 15 herë Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allahu wallahu akbar. Pastaj surën Fatiha dhe lexojmë një sure tjetër, e pastaj themi 10 herë Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allahu wallahu akbar. Më pas duke thënë Allahu akbar, shkojmë në ruku dhe themi 3 herë Subhana rabbiyal a'zim. E pastaj e lexojmë përsëri 10 herë Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allahu wallahu akbar. Më pas duke thënë semi Allahu liman hamida, ngritemi nga rukuji dhe themi Rabbana walakal hamd. E pastaj e lexojmë 10 herë përsëri të njëjtën dua. Më pas duke thënë Allahu akbar, lëshohemi në sejdë dhe themi 3 herë Subhana rabbiyal a'la. E pastaj lexojmë përsëri 10 herë të njëjtën dua. Më pas duke thënë Allahu akbar, ngritemi nga sejdëja e parë dhe lexojmë përsëri 10 herë të njëjtën dua. Më pas duke thënë Allahu akbar, shkojmë në sejdën e dytë dhe themi 3 herë Subhana rabbiyal a'la. Përsëri e lexojmë 10 herë të njëjtën dua. Më pas qëndrojmë në uljen e parë dhe lexojmë et-tahiyatun, salavatet, Allahumma salli ala Muhammad dhe Allahumma barik ala Muhammad. Më pas duke thënë Allahu akbar, ngritemi në rekatin e tretë dhe lexojmë subhanën pa bismillah, pastaj lexojmë 15 herë Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allahu wallahu akbar. Lexojmë surën Fatiha me bismillah dhe një sure tjetër. Pastaj përsëri themi 10 herë të njëjtën lutje.
Më pas duke thënë Allahu Akbar, shkojmë në ruku dhe themi 3 herë Subhana Rabbiyal Azim. Pastaj duke qenë në ruku themi 10 herë të njëjtën lutje. Më pas duke thënë Semi Allahu liman hamide, ngritemi nga rukuji dhe themi Rabbana walakal hamd. E pastaj duke qëndruar në këmbë themi përsëri 10 herë lutjen e njëjtë. Më pas duke thënë Allahu Akbar, lëshohemi në sejdë dhe themi 3 herë Subhana Rabbiyal A'la. E pastaj e lexojmë përsëri 10 herë të njëjtën lutje. Më pas duke thënë Allahu Akbar, ngritemi nga sejdëja e parë dhe lexojmë përsëri 10 herë lutjen e njëjtë. Më pas duke thënë Allahu Akbar, lëshohemi në sejdën e dytë dhe themi 3 herë Subhana Rabbiyal A'la. E pastaj lexojmë përsëri 10 herë lutjen e njëjtë. Duke thënë Allahu Akbar, ngritemi në rekatin e 4 dhe lexojmë 15 herë lutjen e njëjtë. Pastaj lexojmë surën Fatiha me Bismillah dhe lexojmë një sure tjetër. Pastaj përsëri themi 10 herë lutjen e njëjtë. Më pas duke thënë Allahu Akbar, shkojmë në ruku dhe themi 3 herë Subhana Rabbiyal Azim. Pastaj duke qenë në ruku themi 10 herë lutjen e njëjtë. Më pas duke thënë Semi Allahu liman hamide, ngritemi nga rukuji dhe themi Rabbana walakal hamd. E pastaj duke qëndruar në këmbë themi 10 herë lutjen e njëjtë. Më pas duke thënë Allahu Akbar, lëshohemi në sejdë dhe themi 3 herë Subhana Rabbiyal A'la. Pastaj e lexojmë 10 herë përsëri lutjen e njëjtë. Më pas duke thënë Allahu Akbar, ngritemi nga sejdëja e parë dhe lexojmë 10 herë lutjen e njëjtë. Pastaj duke thënë Allahu Akbar, lëshohemi në sejdën e dytë dhe themi 3 herë Subhana Rabbiyal A'la. Pastaj lexojmë 10 herë lutjen e njëjtë. Më pas qëndrojmë në uljen e fundit dhe lexojmë at-tahiyatun, salavatet, Allahumma salli ala Muhammad dhe Allahumma barik ala Muhammad. Pastaj lexojmë lutjet Allahumma Rabbana dhe Allahumma Rabbana ghfirli. Dhe jepet selam në të gjatë e pastaj jepet selam në të majtë. Kështu përfundon falja e 4 rekateve të tasbih namazit. Ky namaz është mirë që të falet një herë në çdo ditë, e nëse nuk ke mundësi atëherë të paktën një herë në javë, e nëse nuk ke mundësi të paktën bëje një herë në muaj, e po nuk e bëre të paktën një herë në vit. E nëse s'ke mundësi as këtë, atëherë të paktën bëje një herë në jetën tënde.